Çfarë ndodh me shkollën në Shqipëri? Mbarojnë fëmijët shkollën 11:30-12:20? Ku dhe? Në shtëpi. I mbajnë gjysherit, gjyshet, ose një nga prindit nuk shkon punë. Çfarë bëjnë në shtëpi? Para celularit. Çfarë mësojnë celular? Degradim. Degradim është celular. Çfarë duhet bërë? Çfarë bën bota e përparuar? Në shkollat i ndërton në mënyrë të tillë që fëmijët të rrinë edhe pas mësimit të shkollës. Të vi një mësues tjetër aty, pasi mbarojnë mësimin normal, dhe me atë mësuesin tjetër edhe të bëjnë detyrat, edhe të bëjnë një kurs artistik, edhe të bëjnë lojë me tokë, edhe të hanë një vakt ushqim. E kemi këtë program. Dhe kur them vakt ushqim, kjo është ndihmë edhe për fermerin. Në programin tonë kemi një parim që quhet nga ferma në shkollë. Ushqimi që do gatuhet në shkolla duhet të gatuhet prej produkteve bujqësore të fermerëve të zonës. Ja kur del edhe zgjidhja për mallin që nuk e shet dot. Pra ti thua, unë prodhoj mall, nuk ka çmim, e hedh në kanal. Pse e hedh në kanal? Se nuk ka treg. Atëherë vjen shteti thotë, jo, do ta blej unë mallin ty. Me çmim të leverdishëm për ty, pra që të kesh vetë fitim, sepse unë do ta çoj këtë produkt ta gatuaj në shkolla në mënyrë që fëmijët hanë ushqim shkolla. Në vend të hanë patatina që të smurin e çokoladata, le të hanë ushqim të gatuar me produktet bujqësore dhe bjektorale të zonës.